Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për 11 marsin. Dashi, sot mund të ndiheni më energjik dhe të motivuar për të nisur gjëra të reja në punë. Një ide e freskët mund të tërheqë vëmendjen e veprorëve dhe mund të hapë dyer për projekte të rëndësishme. Kujdes me vendimet impulsive, reflektoni para se sa të veproni. Në dashuri, komunikimi shqelësi, një bisede hapur mund të zgjidhë tensionet e vogla me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë përmes miqeve ose aktivitetit social. Fati është me ju në çështje financiare të vogla, mund të shfaqni një mundësi përfitimi. Demi, sot duhet të përqendroheni tek detajet në punë. Një qasje kujdesshme dhe planifikimi mund të shmangë gabimet dhe të sjellë rezultate të mira. Një projekt i vogël mund të përparojë më shpejt nga se e prisnit. Në dashuri, momenti është i mirë për afrim emocional. Ato që janë në lidhje mund të ndjejnë me shumë intimitet. Beqarët mund të takojnë dikë përmes ngjarjeve sociale. Binjakët, energjia e sotme ju fton të jeni krijues dhe të hapur ndaj ideve të reja në punë. Një projekt që ka ngecur mund të marrë një kthes pozitive. Kujdes me shpërqendrimet, sidomos në takimet e vogla. Në dashuri, dita sjell surpriza të këndshme. Ato që janë në lidhje përjetojnë momentet e bukura spontane. Beqarët mund të kenë një flirt të papritur. Gaforja, sot ndiheni emocionalisht më të ndjeshëm. Në punë, kujdesuni të mos merrni vendime të nxituara. Durimi do të sjellë rezultate më të mira. Bashkëpunimi me kolegët mund të jetë çelësi i suksesit. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të forcojë lidhjen. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të veçantë ndaj dikujt që e shohin shpesh. Fati sot lidhet me familjen dhe mbështetjen e njerëzve të afërt. Luani, energjia e ditës ju bën të guximshëm në punë. Një iniciativë e re mund të jetë spikatur dhe të tërheqë vëmendjen e veprorëve. Kujdes me arrogancën ose impulsivitetin. Në dashuri, karizma juaj është e dukshme. Një moment romantik mund të shfaqet papritur. Beqarët kanë mundësi të takojnë dikë të veçantë në një aktivitet social. Fati i sotëm favorizon hapat e guximshëm. Vigjeresha, sot fokusohuni tek detajet dhe organizimin e punë. Një qasje kujdesshme do ju ndihmojë të shmangni gabime dhe të përfitoni nga mundësitë e vogla. Në dashuri, një bisedë hapur me partnerin mund të sjellë më shumë afërsi. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt që ka interesa të përbashkëta. Fati i sotëm lidhet me përpjekjen dhe durimin. Peshorja, sot harmonizimi dhe bashkëpunimi janë çelësi. Në punë, mund të përfshiheni në projekte ku puna në ekip është e rëndësishme. Një marrëdhënie profesionale mund të përfitojë nga aftësia juaj për të zgjidhur konflikte. Në dashuri, momenti është i mirë për afrim dhe mirëkuptim me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë që i tërheq intelektualisht. Fati i ditës favorizon vendimet e arsyeshme. Akrepi, sot është një ditë ku vendosmëria dhe fokusimi janë çelësi i suksesit. Në punë, mund të merrni përgjegjësi që kërkojnë strategji dhe kujdes. Një projekt i rëndësishëm mund të përparojë nëse veproni me plan dhe guxim. Kujdes me njerëzit që mund të jenë konkurrues ose që nuk tregojnë sinqeritet. Në dashuri, emocionet janë intensive dhe lidhja mund të përjetojë momente të forta pasioni. Shigjetari, sot energjia juaj është optimiste dhe ju shtyn të eksploroni gjëra të reja. Në punë, mund të lindin mundësi për projekte që kërkojnë kreativitet dhe udhëtime të shkurtra. Një ide e freskët
mund të tërheqë vëmendjen e kolegeve dhe e proreve. Kujdes, mos i shpërqendroni energjinë në shumë gjëra njëherësh. Britsjapi, sot fokusohuni tek qëndrueshmëria dhe disiplinimi në punë. Një projekt i mbetur pezull mund të përfundojë me sukses nëse tregoni përkushtim dhe vëmendje ndaj detajeve. E prorët mund të vlerësojnë aftësitë tuaja dhe mund të lindin mundësi për rritje profesionale. Kujdes me mbi ngarkesën, shpërndarja e përgjegjësive shqetësi për të shmangur stresin. Ujori, sot kreativiteti dhe ide të reja janë në kulmin e tyre. Në punë, sugjerimet tuaja mund të bëjnë diferencën dhe mund të tërheqin vëmendjen e prorëve ose kolegeve. Një projekt që duket i zakonshëm mund të marrë një kthes pozitive. Në dashuri, surprizat dhe spontaniteti e bëjnë marrëdhënien më tërheqëse dhe emocionuese. Peshqit, sot ndiheni me intuitiv dhe emocional si zakonisht. Në punë, ndjeshmëria juaj dhe kreativiteti mund të zgjidhin probleme që dukeshin të vështira, duke sjellë ide të reja që përmirësojnë situatën. Kujdes, mos shpërqendrohuni nga emocionet, fokusohuni tek objektivat. Në dashuri, romantizmi dhe ndjeshmëria e bëjnë lidhjen më të fortë. Një bisedë e hapur dhe e sinqertë forcon marrëdhënien me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë tërheqje për dikë shumë emocional ose misterios, por duhet ta njihni me kujdes. Fati sot favorizon besimin në intuitën tuaj. Një mundësi krijuese ose një projekt personal mund të fillojë të japë rezultate pozitive. Sot është dita për të ndjekur ndjesitë, për të besuar tek vetja dhe për të shfrytëzuar potencialin tuaj krijues. Dhe si përfundim, muaji i Mars dhe kjo ditë e veçantë ju sjell mundësi për reflektim dhe veprim të qëllimshëm. Çdo shenjë ka energjitë e veta të veçanta, disa ndihen të frymëzuar dhe të gatshëm për sfida profesionale, të tjerë tërhiqen nga ndjeshmëria dhe afërsia emocionale. Sot është një ditë që ju fton të dëgjoni intuitën, të shfrytëzoni kontaktet dhe mundësitë që dalin papritur dhe të veproni me guxim, por edhe me maturi. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe vëmendje ndaj partnerit ose njerëzve të afërt mund të forcojnë marrëdhëniet dhe të krijojnë lidhje më të forta. Faleminderit që na dëgjuat deri më tani. Për më shumë video, një like dhe subscribe dhe na tregoni në komente se cila shenjë jeni ju.